Tensionet mes familjarëve vazhdojnë të rriten. Fati, i zemëruar nga tradhtia që bëri Mustafaj, i thot atij se nuk duhet të vijë më në kompani. Kjo sjell një reagim të menjëhershëm nga Nursema, e cila nuk pajtohet me vendimin e vëllait të saj. Ajo i thot Fatit që këto vendime i takojnë babait të tyre dhe jo atij, duke sfiduar autoritetin që ai përpiqet të vendosë. Girai propozon Doës që të organizojnë një festë për ditëlindjen e parë të Xhemres, duke dashur të krijojë një atmosferë të gëzueshme dhe bashkuese për të voglën. Por Doha heziton dhe refuzon idenë, duke shprehur se një festë pa praninë e Fatit do ishte e pakuptimt, pasi ai me siguri do të refuzojë të vijë. Pavarësisht kundërshtimit të Doas, Girai vazhdon të këmbgul, duke e inkurajuar që të mendojë për të mirën e vajzës dhe të mos lejojë që problemet me Fatin të errësojnë këtë moment të veçantë. Fati shkon dhe bisedon me Gorkemin për t'i kujtuar premtimin që ajo i kishte dhënë më herët, që do ta ndihmonte të bëhej pronar i vërtet i kompanisë. Në këtë bisedë, ai vendos një kusht të qartë. Gorkem nuk duhet të shkel më në kompani për sa kohë që xhaxhait i Omer është aty. Ky kusht ndonse i rrept i pëlqen Gorkemit. Ajo e interpreton si një shenjë që Fati ende ndjen xhelozi për te, çka e bën të ndihet e rëndësishme dhe me ndikim mbi te. Doha shkon në shtëpinë e nënës së saj për të ndarë me te dhe gjyshen një lajm të veçantë. Ajo u tregon se Girai dëshiron të organizojë një festë ditëlindje për Xhemren, për 1 vjetorin e saj. Ky gest prek emocionet e familjes së Doës dhe ato reagojnë me përgëzime për Girain, duke e vlerësuar si një veprim fisnik dhe plot ndjeshmëri. Gorkem ndërmerr një hap të rëndësishëm duke shkuar në kompaninë e babait të saj. Ajo i kërkon ndihmë konkrete për Fatin me qëllim që të largojë Omerin nga kompania. Plani përfshin rritjen e kapitalit të kompanisë së Fatit, gjë që do t'i jepte atij më shumë fuqi dhe kontroll. Babai i Gorkemit pranon ta ndihmojë dhe ajo i komunikon këtë lajm Fatit, duke i siguruar se mbështetja e saj është reale dhe Fati i tregon Abdullait se ka gjetur një financues për të forcuar pozitat e tij në kompani. Dhe ky financues është pikërisht babai i Gorkemit. Lajmi e tronditi Abdullahin, i cili e kundërshton menjëherë këtë vendim, duke e parë si të rrezikshëm ose të papranueshëm për shkak të marrëdhënieve personale dhe të kaluarës. Por Fati i qëndron vendimit duke theksuar se nuk kanë zgjidhje tjetër në këtë moment kritik dhe se mbështetja financiare është e domosdoshme për të larguar Omerin dhe për të marrë kontrollin e plot të kompanisë. Me këta përpiqet të përshëndes Fatin, por ky i fundit e injoron plotësisht, duke treguar qartë se tensionet mes tyre janë ende të forta. Pas kësaj skene, Omeri i thot Mehtanit që të mos merret me Fatin, duke kuptuar se situata është tepër e tendosur dhe nuk ka vend për ndërhyrje emocionale. Omer gjithashtu i jep një mesazh mbështetës Mustafait, duke i thënë se në mbledhjen e ardhshme do t'i japë të drejtën të flasë lirisht për të shprehur të gjitha ndjesitë dhe mendimet e tij. Një hap i rëndësishëm për Mustafajin pas tradhtis dhe izolimit që ka përjetuar. Mehtani tregon babait të tij Omerit se ka njohur një vajzë që është influencere. Ai kërkon të atit të mos e paragjykojë për këtë, duke sqaruar se vajza vjen nga një familje e mirë dhe sa i e shes seriozisht këtë lidhje. Doha i telefonon Fatit për t'i komunikuar vendimin që ka marrë së bashku me Girai të organizojë një festë ditëlindje për vajzën e tyre Xhemre në shtëpinë e Girait. Por kjo gjë nervozon shumë Fatin, i cili kërkon që festa të zhvillohet në shtëpinë e tij, duke pretenduar të drejtën si baba dhe duke mos pranuar për një ngjarje kaq të rëndësishme të zhvillohet në shtëpinë e partnerit aktual të Dohas. Në pamundësi për të gjetur mirëkuptimin nga të dyja palët, Doha mendon për një zgjidhje kompromisi, që festa të zhvillohet në një ambient të jashtëm për të shmangur konfliktet dhe për t'i dhënë Xhemres një ditë të bukur pa tensione mes prindërve. Gorkemi tregon Pembes një lajm që e surprizon. Ajo i thot se Fati është penduar dhe do shkojë në shtëpinë e babait të saj për t'i kërkuar falje. Pembe mbetet e habitur nga ky veprim i Fatit, duke mos e pritur që ai të përulej përballë babait të Gorkemit. Por Gorkem e zbut situatën duke i thënë se, ashtu si Pembe, edhe ajo po përpiqet të shpëtojë martesën e saj. Fati dhe Gorkem shkojnë së bashku në shtëpinë e babait të saj, si pjesë e përpjekjes për të rregulluar marrëdhëniet dhe për të siguruar mbështetjen financiare që Fati ka nevojë për kompaninë. Ata priten mirë dhe me respekt, por Fati mbetet ende i ftohtë dhe i zemëruar, duke fshehur pa kënaqësinë që ndjen ndaj familjes së Gorkemit
për ngjarjet e mëparshme. Papritur gjatë kësaj vizite, shfaqet një personazh i ri, i cili punon në kompani. Personazhi quhet Firas dhe është djali bashkëshortes së babait të Gorkemit. Gjatë bisedës, Firas tregon interes të veçantë për Nilajin dhe kjo nuk i shpëton vëmendjes së Gorkemit. Në mënyrë strategjike dhe plot entuziazëm, Gorkemi thot Firazit se do të organizojë një festë ku ai do të ketë mundësinë të njihet më nga afër me Nilajin. Fati dhe babai i Gorkemit diskutojnë privatisht rreth ndihmës financiare që ky i fundit do t'i jap Fatit për të forcuar pozitat në kompani. Fati shpjegon me detaje problemin e tij me xhaxhain Omer, i cili vazhdon të jetë pengesë serioze për të në kompaninë familjare. Babai i Gorkemit e dëgjon me vëmendje dhe jep sinjale mbështetëse, duke treguar se është i gatshëm të kontribojë për të ndihmuar Fatin. Si shenjë respekti dhe falënderimi, Fati i pudh dorën. Këvëllçëm i hapet Merit dhe i rrëfen dhimbjen që ka përjetuar nga marrëdhënia me Omerin, duke i shpjeguar se si ajo histori e ka lënduar thellë dhe e ka bërë të humbas besimin. Më pas ajo i flet për Xhemalin, një njeri i cili ka hyrë në jetën e saj si një dritë shprese dhe qetësie, ndryshe nga dhimbja që përjetoi me Omerin. Meri me entuziazëm dhe kurreshtje i thot këvëllçëm që dëshiron të njohë personalisht Xhemalin dhe i propozon që ta ftoj për darkë, në mënyrë që të krijojë një përshtypje për të. Meri me natyrë të hapur dhe kurreshtare nis të pyet Xhemalin për jetën e tij private. Xhemal me qetësi dhe sinqeritet rrëfen një pjesë të dhimbshme të së kaluarës së tij. Ka qenë i martuar me dashurinë e parë të jetës së tij. Ai tregon se edhe pse kanë luftuar shumë për të pasur një fëmijë, nuk ja dolën dot. Kjo mungesë ka qenë një plagë e madhe në jetën e tyre. Pas kësaj periudhe të vështirë, gruaja e tij ka ndëruar jetë dhe Xhemali ka kaluar vite të tëra në vetmi, i mbyllur në veten e tij. Derisa një ditë njohu këvëllçemin, e cila solli sërish ngrohtësi, jetë dhe arsye për të buzëqeshur. Ndodh një diskutim mes Nilajit, Nursemaz dhe Mustafait në lidhje me Gorkemin. Të tre shprehin hapur mosbesimin e tyre ndaj saj, duke mos harruar tradhëtinë dhe manipulimet që ajo ka bërë më parë. Ata nuk besojnë se ajo po sillet me sinqeritet apo se ka ndryshuar. Por ndërkohë Pembe ndërhyn dhe mbron Gorkemin, duke thënë se fajtori i vërtet ka qenë Omeri dhe se ai ka bërë padrejtësi. Ajo shton se e ka falur Gorkemin për hir të fëmijës që ajo po pret, duke e parë shtatzanin si një mundësi për pajtim dhe rifillim. Mehtani kërkon babait të tij një makinë të modelit të fundit, duke e paraqitur si një dëshirë personale. Omer me qetësi por me qëndrim të prerë i thot se vajza që ai ka gjetur duhet ta dojë për atë që është, jo për makinën apo statusin material që ai mund të ketë. Mehtan përpiqet të sqarojë se dëshira për makinën nuk ka lidhje me vajzën, por është një preferencë personale e tij. Megjithatë, Omeri nuk e aprovon këtë kërkesë.